Turizmi në Shqipëri po merr gjithnjë më shumë forma të ndryshme duke u zgjeruar përtej plazheve, qyteteve historike dhe destinacioneve më të njohura. Një prej eksperiencave që po fiton vëmendje është edhe turizmi në kantina, ku vizitorët mund të kombinojnë eksplorimin e zonave rurale me njohjen e traditave të prodhimit vendas, gastronomisë dhe peizazheve. Kjo tendencë pasqyrohet edhe në platforma ndërkombëtare të rezervimit të aktiviteteve. Get Your Guide ka një kategori të posaçme për turet e kantinave dhe eksperiencat e lidhura me to në Shqipëri, ku përfshihen oferta në disa prej zonave të vendit. Aktualisht, platforma shfaqet rreth 80 aktivitete të këtij lloji, ndërsa Tirana dhe zonat përreth kanë afro 30 aktivitete të tilla. Për këto eksperjenca turistike, çmimet varojnë ndjeshëm në varësi të itinerarit, kozgjatjes dhe shërbimeve të përfshira. Çmimi mesatar llogaritet në rreth 70 euro për person, ndërsa listimet e platformës gjenden në oferta që nisin edhe nga 30 euro dhe për eksperienca më të plota te paketat premium mund të arrijnë deri në 1700 euro. Ajo që i bën këto ture interesante është se nuk kufizojnë vetëm të një vizitë në kantinë. Në varësi të aktivitetit, itinerari mund të përfshijë shëtitje në vreshta, vizita në ambientet ku përpunohet prodhimi, njohje me varietetet lokale të rrushit, shpjegime mbi traditat e prodhimit dhe kombinime me ushqime tradicionale shqiptare. Një pjesë e ofertave janë konceptuar si udhëtime jashtë qytetit, duke i dhënë turistëve mundësinë të largohen për disa orë nga Tirana dhe të eksplorojnë disa zona rurale. Disa eksperienca kombinojnë vizitën në kantinë me aktivitete të tjera në natyrë, ndërsa të tjera përfshin transport invajtjeardhë dhe itinerar të organizuar gjatë gjithë ditës. Një tjetër destinacion që lidhet ngushtë me këtë formë turizmi është edhe qyteti i Beratit dhe zona e Roshnikut. Get Your Guide e paraqet Roshnikun si një prej zonave ku eksperienca turistike ndërthurin natyrën, traditën dhe kulturën lokale, ndërsa ofertat përfshin edhe vizita të drejtuara në vreshta dhe ambiente prodhimi. Edhe Durrësi është pjesë e këtij tregu. Në platforma turistike paraqiten eksperienca që ndërthurin vizitat në kantina me eksplorimin e zonave të Durrësit dhe gastronomi lokale. Kjo tregon se turizmi i kantinave po kalon nga një aktivitet i ngushtë gastronomik në një produkt më të gjerë turistik. Për turistët rëndësi nuk ka vetëm ajo që ofrohet në tavolinë, por edhe udhëtimi drejt destinacionit, peizazhit, historia e zonës dhe kontakti me prodhuesit vendas. Në këtë mënyrë kantinat po bëhen pjesë e ofertës së turizmit rural shqiptar dhe po krijojnë një lidhje më të drejtë mes vizitorëve dhe produkteve lokale. Për një vend që vitet e fundit ka marrë një rritje të fortë të turizmit, zgjerimi drejt eksperiencave të tilla mund të ndihmojë edhe në shpërndarjen e fluksit turistik përtej destinacioneve tradicionale.